Sali Bollati kam lindur me 1 korrik 1937 në parantezë Çamërisë, nga genocidi grek që filloi me 27 qershor 1944. Më vranë së pari gjyshin tim i madh Muharrem Bollati, 82 vjeç. Pas tij më vdiq gjyshja Ruhije, 72 vjeçe, në burgun e Paramërisë. Në xhamin e Paramërisë më vranë nënën time Betulla, 36 vjeç. Më vranë babain, 52 vjeç, e vranë te shkolla. E morën nga neve, e rëmbyen, edhe të nesmen i vranë të gjithë një 30 burra. Rrugës vranë vëllain e madh, Ferhatin, 13 vjeç, dhe nuk u varosën asnjë. Motra e vogël, 2 vjeçe, Makbule, nga uria, nga sëmundjet, vdiq në burgun e Paramërisë. Në atë moshë që isha 7 vjeç, kam parë të merret. Atë që kam jetuar dhe kam parë nuk më hiqet nga mendja.